Mosmbajtja e urinës kur flini gjumë tregon këto 4 probleme për shëndetin. Urgjent shkoni tek mjeku. Frekuenca e urinimit është një tregues i rëndësishëm i shëndetit të sistemit urinar, edhe kur organizmi nuk përgjigjet në përgjithësi. Por sa herë në ditë konsiderohet normale të shkoni në tualet? Sipas ekspertëve të urologjisë dhe mjekësisë së brendshme, një person i shëndetshëm zakonisht urinon 6 deri në 8 herë në ditë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Megjithatë, kjo shifër mund të ndryshojë në varësi të disa faktorëve individual, përfshirë sasinë e lëngjeve të konsumuara gjatë ditës, praninë e kafeinës dhe alkoolit në dietën tuaj, aktiviteti fizik dhe temperatura ambientit, gjendja shëndetësore dhe përdorimi i medikamenteve. Por kur duhet të shqetësoheni? Nëse vini re se urinoni shumë më shpesh se zakonisht, quhet poliauria dhe shumë rrallë oliguri. Kjo mund të sinjalizojë një problem shëndetësor. Shkaqet e mundshme përfshin infeksionet urinare, diabetin, çrregullimet e prostatës ose problemet në funksionin e veshkave. Gjithashtu ndjesia e urgjencës për të urinuar, sidomos nëse shoqërohet me djegje, dhimbje ose pak sasi urinare, është një sinjal për të konsultuar me mjekun. Por si duhet të kujdeseni për një sistem urinar më të shëndetshëm? Si fillim, konsumoni ujë rregullisht, por pa e tepruar. Kufizoni kafeinën dhe pijet alkolike. Mos e shtyni urinimin për një kohë të gjatë. Nëse ju vjen, shkoni menjëherë në tualet. Mbani higjen personale për të shmangur infeksionet. Monitorimi i zakoneve të urinimit mund të ndihmojë në zbulimin e hershëm të problemeve të mundshme shëndetësore. Nëse vini re ndryshime të pazakonta, mos hezitoni të kërkoni këshillat mjekësore, pasi janë shumë të rëndësishme kundër këtyre shqetësimeve. Në rastet kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumin, duhet të trajtohet pasi nuk është një shenjë që duhet të injorohet. Madje edhe ngjyra e urinës tuaj do të thotë shumë për shëndetin. Rreth 1/3 e të rriturve mbi moshën 30 vjeçare thonë se duhet të ngrihen në mes të natës për të urinuar, dhe kjo rritet edhe me 2/3 e të rriturve mbi moshën 65 vjeçare, ku shkaqet më të mëdha të këtyre shqetësimeve do të ndikojnë gjithashtu edhe në higjienën tuaj personale. Kjo gjendje quhet nokturia, dhe ata që vuajnë shpesh prej saj, shpesh duhet të përdorin tualetin më shumë se një herë gjatë natës. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet të çoheni nga shtrati. Gjumi i ndërprerë është i lidhur me një rrezik në rritje të diabetit, sistemeve të dobësuara imunitare, sëmundjeve të zemrës, madje edhe disa probleme të radikaleve të lira. Ajo gjithashtu mund të shkaktojë probleme të shëndetit mendor të tilla si ankthi, depresioni dhe psikoza. Profesori i urologjisë Philip van Kerebryk po i paralajmëron njerëzit që të shikojnë për shenjat e nokturisë për hir të shëndetit të tyre dhe të konsultohen me mjekun përkatës. Ai thotë, njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është vetëm pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë kështu. Gjumi i dobët mund të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj, kështu që njerëzit që po ngrihen disa herë në natë mund të shkojnë te mjeku i tyre për të parë se çfarë shkakton atë. Lajmi i mirë është se nokturia mund të trajtohet, kështu që ju nuk keni nevojë të vuani në heshtje. Një gjumë natë e ndërprerë mund të ketë ndikime të gjëra në shëndetin fizik dhe mendor, citoi profesori. Produktiviteti, marrëdhënia dhe suksesi i karrierës mund të ndikojnë në këtë aspekt. Kerebryk, redaktori i Qendrës Kërkimore për Nokturinë, tha se mungesa e gjumit mund të ndikojë në të gjitha format e funksioneve mendore, duke bërë shumë më të vështirë të përqendrohesh, të kujtosh gjëra dhe të marrësh aftësi ose fakte të reja. Jo vetëm që mungesa e gjumit mund të shkaktojë sëmundje, urinimi gjatë natës mund të jetë gjithashtu një shenjë e tyre. Nokturia mund të shkaktohet nga një mbiprodhim i urinës që mund të jetë simptome këtyre kushteve më serioze. Urinimi i tepërt, i quajtur poliuria, është kur ju shkarkoni më shumë se 2.5 litra në ditë. Kjo mund të ndodhë sepse jeni duke pirë sasi të tepërt të lëngjeve ose mund të jetë simptome diçkaje më serioze, siç është për shembull edhe problemet e diabetit të tipit 2. Ajo gjithashtu mund të jetë një shenjë e infeksioneve të fshikëzës, gurve në veshka, dëmtimeve të veshkave dhe prostatët të zgjeruar tek meshkujt.
Një person që ka diabetin e tipi 2 ka më shumë sheqer në gjakun e vet. Veshkat reagojnë ndaj kësaj duke nxjerrë atë nga gjaku dhe në urinë, gjë që rezulton në nevojë për të urinuar më shpesh. Në mënyrë të ngjashme, nëse keni probleme me veshkat tuaja siç janë gurët, atëherë ju do të urinoni më shpesh dhe problemi mund të ndryshojë në mënyrën se si funksionojnë veshkat. Nëse mendoni se urinoni më shumë se ç'është normale dhe filloni të vuani nga dhimbjet e shpinës, humbja e peshës, djersitja e natës, dobësia e këmbëve ose ethet, ju mund të takoheni me mjekun tuaj sa më shpejt aq më mirë, pasi neglizhenca ndaj këtyre ndryshimeve mund të shkaktojë edhe probleme të rënda për shëndetin tuaj. Urinimi i tepërt gjatë natës mund të jetë një faktor i tregimit të problemeve për shëndetin. Asgjë nuk është më e bezdishme se sa të ngrihesh nga shtrati për të urinuar në mes të natës. Fatmirësisht, ka disa këshilla se si të shmangni këtë problem. Të gjithë e keni provuar atë. Ju po flini bukur në shtratin tuaj të ngrohtë, por zgjoheni pasi duhet të shkoni në tualet. Është jashtëzakonisht e bezdishme, por ka disa gjëra që shkaktojnë këtë problem dhe mund të provoni disa këshilla të mëposhtme. Fshikza është të shtrënguar. Normalisht prodhon rreth 1 deri në 2 litra urinë në ditë dhe vetëm 25% e kësaj gjatë natës. A e gjeni veten duke u ngritur shumë herë në natë për të shkuar në tualet? Atëherë ju me siguri keni një fshikzë të shtrëngarkuar. Kjo do të thotë që keni një prodhim të shtuar të urinës gjatë natës. Ky çrregullim është të parë më shpesh te gratë sesa te burrat dhe mosha gjithashtu luan një rol kryesor. Nëse e keni vërejtur se përjetoni edhe këtë, ndoshta jeni kurioz të zbuloni se cili mund të jetë shkaku. Një prodhim i shtuar i urinës mund të ketë shkaqe të shumta dhe disa janë më pak të padëmshme se sa të tjerat. Shkaqet e mundshme mund të jenë: hani ose pini shumë përpara gjumit, prishja e hormonit ADH që ju siguron të prodhoni më pak urinë gjatë natës, funksioni i veshkave të dëmtuara, çrregullimet e fshikzës, për burrat problemet me prostatën, formimi i edemës, i njohur gjithashtu si akumulimi i lëngjeve, përdorimi i ilaçeve të caktuara. Por kur duhet të shkoni tek mjeku? Ju duhet të shkoni tek mjeku nëse çështja e urinimit gjatë natës ju prish vazhdimisht gjumin. Nëse vetëm her pas here duhet të shkoni në tualet gjatë natës, nuk duhet të shqetësoheni. Mjeku mund të ekzaminojë zakonet e të ngrënit dhe të pirit, çrregullimet e hormoneve, problemet e fshikzës ose prostatës, infeksionet të traktit urinar, probleme me veshka dhe çështje të tjera të zemrës. Para se të drejtoheni tek mjeku, provoni të bëni një ndryshim në rutinën tuaj. Mos pini asnjë gjë të paktën 3 orë përpara gjumit. Nëse keni pasur 1,5 litër ujë gjatë gjithë ditës, kjo nuk do të jetë një problem. Kufizoni konsumin e kafeinës dhe të alkoolit gjatë gjithë ditës. Nëse vuani nga këmbët e intura gjatë ditës, flini me një yastëk poshtë këmbëve për t'i mbajtur të ngritura ose duke përdorur çorape të ngushta. Shikoni çfarë hani para gjumit. Tretja stimulon prodhimin e urinës. Nëse bëni këto ndryshime dhe qendja juaj përmirësohet, atëherë do ta keni më të lehtë edhe të menaxhoni çështjen tuaj, duke mbajtur larg gjithashtu komplikacionet. Infeksionet e traktit urinar janë shumë të zakonshme. Një analizë e viteve 2022 zbuluan se në vitin 2019 më shumë se 404.600.000 njerëz në mbar botën kishin kaluar një infeksion të tillë. Infeksionet ndodheshin kur hynë në rrugët urinare dhe mund të prekin këto, por femrat janë më të rrezikuara. Kjo për shkak se uretra femërore, tubi që nxjerr urinën nga fshikza, është më e shkurtër se ajo mashkullore. Simptomat mund të shfaqen si ndjesi djegje gjatë urinimit, urinimi i shpeshtë, urinë e turbull ose e errët, urinë me erë të fortë, një ndjesi e zbrazjes jo të plotë të fshikzës ose edhe dhimbje. Edhe pse antibiotikët përdoren për të luftuar këto infeksione, ka disa mënyra natyrale të cilat ju ndihmojnë në menaxhimin e infeksioneve dhe zvogëlimin e rrezikut të përsëritjes së tyre. Pini lëngjë mjaftueshëm, merrni ushqime me vitaminën C, konsumoni lëng boronice pa sheqer, merrni probiotik dhe ruani gjithashtu një higjenë më të mirë. Këto do ju ndihmojnë në parandalimin e këtyre shqetësimeve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.